Bashkimi Evropian, po ashtu përgatitur për identitetin digjital dhe objektivi i shpallur i Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s mund të pajisen me identitetin e tyre digjital. Ne do të jemi një vit më parë dhe e theksoj këtë jo për të nënkuptuar apo për të afirmuar ndonjë përparësi tonën, po për të rikujtuar edhe një herë se përparësia që teknologjia i jep çdo vendi që e përqafon atë dhe që i drejtohet asaj për të kapërcyer pengesa që nganjëherë janë edhe historike, është një përparësi e jashtëzakonshme që personalisht unë e quaj një bekim i kësaj kohe. Dua të përqendrohem tek ky moment i sotëm, tek identiteti digjital, i cili është një instrument i domosdoshëm për të realizuar planin ton të kalimit nga paraja kesh në transaksionet digjitale. Dhe kjo do të thotë shumë më tepër siguri për konsumatorët, kjo do të thotë shumë më tepër transparencë për biznesin, dhe kjo do të thotë shumë më tepër të ardhura nga ajo pjesë që i takon konsumatorit dhe që në një masë të madhe mbetet jashtë duarve të tij për shkak të informalitetit dhe për shkak të trukeve të ndryshme që do të reduktohen maksimalisht dhe mos do të azësohen plotësisht fal transaksioneve digjitale që është tatimi mbi vlerën e shtuar.